sepse një baba nuk largohet kur nga kjo botë, pa i dhënë lam të mirën e fundit djalit. Prandaj sot, le ta nderojmë ata jo vetëm me fjalë, por me vepra. Le të përpiqemi të mëshirojmë vlerat për cilat ai qëndroi, le të shojmë përpara trashëgiminë e tij, duke siguruar që shteti për cilën ai dhe shumë të tjerë sakrifikuan, vazhdoj të ngritet më i fortë dhe më i bashkuar. Ngushëllime familjes Façi, po ngushëllime të gjithë. Poza Haxhiu pret në paqe. Ju falenderoj. Digniteti nuk dorëzohet kur, se shpresa nuk shuhet kur, dhe se liria është trashëgimia më e çmuar. Pavarësia ju, shteti ju, vetë kombi ju në qëndron sot mbi themelet e palkundura të ndërtuara nga burrat si Baca Haxhi, nga baballarë që udhëzuan pa kërkuar, që sakrifikuan pa hezituar, që deshtën pa kushte. Prandaj edhe sot, nga këmbledhjet komemorative, u padrejtësisht dhe fatkeqësisht mungon të shëntosh. Ne përcjellim ngushëllimet dhe përshëndetjet më të sinqerta atij, duke i thënë president, ashtu si dhe populli i Kosovës, babai yt është krenari në gjithmonë. Të dashur pranishëm, historia e Bacës Haxhi është historia e shumë baballarëve në Kosovë,